Një short i favorshëm në fakt për kuqezinjt në këtë kompeticion, duke kërkuar ngritjen në Ligën B. Shumë i favorshëm është si... Ndërsa Kosova në Ligën B, Izrael, Austri, Republika e Irlandës. Kemi rënë një ligë më poshtë, normalisht niveli skuadrave për diskutim që do të jetë i dobët. Por, kjo kup ka një favor të vogël që të jep mundësinë që të shkosh në play-off në sezonin e kampionatit evropian. Dhe të jep një mundësi që nëse del në grupe. Ajo është mundësia, është dhe tjetra. Ajo është gjë mirë e kësaj, por mendoj që këto ndeshje do t'i shërbejnë shumë trajnerët të ardhshëm. Mua më vjen keq për atë Silvinjo që e bërë fakt kryer. E bërë fakt kryer që Kandili nuk ka më vaj. E ka mbyll ai sepse ai do të rinovon të kontratën nëse do të kualifikonte skuadrën për në botëror. Në momentin që nuk do të kualifikonte, do të mbyllte. Dhe ka të mbyllur ai. Unë shpresoj të mos e mbyll sepse nuk e di, por trajnerët si Silvinjo flitoni edhe për... Pak më herët i ka marrë një intervistë Gianni De Biasit, të cilën për efekt të kohës nuk mund do ta transmetonim dot deri për së drejti në emision, por qytetarët e kanë ndjekur përmes YouTube-it. Ai në fakt ka lënë të hapur një lloj dere që po e sheh edhe si mundësi nëse do rritet nga De Biasi në këto momente nuk ka se çfarë të mbasi, edhe normalisht momentin që do t'ja ne kemi çfarë fitojmë se ai flas për Mourinho. Biasi mendoj që po, ka një grup më të mirë se çka pasur në vitin 2016 dhe mund të ka një grup me cilësi futbollistë më shumë cilësi dhe më talent se sa kanë qenë në vitin 2016 dhe sigurisht që mendoj dhe çdo kush mendon këtë gjë që De Biasi do nxirrte akoma dhe më shumë nga lojtarët që ka momentalisht në dispozicion kombëtarja shqiptare. Sigurisht, më përpara kishte lojtarë që luanin në ligat e dyta, në ligën e tretë, ka patur disa lojtarë dhe kur i ka nxjerrur i ka kualifikuar dhe i ka dërguar në Europianin 2016-s, ndërsa tani me këtë nivel lojtarësh që ka, me këtë lloj talentesh që ka, sigurisht do të nxjerrte akoma dhe më shumë dhe do i çonte pa menduar dy herë në pikën ku dëshironte. Nëse më përpara Gianni De Biasi arrinte të menaxhonte lojën më shumë me pjesën mbrojtëse, sepse ato i kishte realisht më cilësor. Dhe mendoni se mund të jetë një potencial në këtë? Mendoj që po, por pavarësisht janë folur dhe emra të tjerë. Edhe një nga emrat Fabio Cannavaro për shembull është për shembull Cannavaro. Flitet edhe në media flitet për një italian, po e kanë nxjerrë dhe emrin Cannavaro, po Fabio Cannavaro. Ai do të çojë Uzbekistanin drejt Kupës Botës, kështu që praktikisht është një test i madh për të. Shikoj, e rëndësishme për ne, për ekipin ton, është krahas eksperiencës të Gjimshitit, krahas eksperiencës të Trakoshës, eksperiencës së Hysa, ne të paktën 5-6 futbollistë brenda formacionit duhet të ripertorihen për që të jenë të aftë për kampionatin evropian 2028. Duke pa dhe moshën e këtyre lojtarëve, tani ne themi nuk luhet me moshë, luhet me gjunjë, por ne shikojmë që disa nga lojtarët tanë që kanë dhe moshën dhe po i lënë gjunjët. Kështu që ne në këto ndeshje që kemi në shtatorit, patjetër një riporteritje 5-6 futbollistë të rinj që t'i japin gjakun e ri, t'i japin atë energji të re ekipit kombëtar, me qëllim që ne të dalim nga kjo gjendje që pavarësisht se kemi shkuar në majë më të larta në kampionatin evropian, por duhet patjetër, kemi shkuar me lojtarë shumë të mirë dhe me trajnerë, po duhet riporteri. Kosovën e quajtëm sukses dhe Shqipërinë nuk i quajmë sukses. Normal, ju di se shumë ajë nëse kishim e pas fitore, po megjithatë kemi ndërtuar ditë. Jo, pse, po ti duhet. Kështu që faleminderit shkrit djemve Kosovës që na bojnë. Ne kemi 1930, kemi bërë gjithë. Dakord. Për herave tjera. Patjetër. Jemi eliminuar, kemi më shumë eksperiencë, kurse ato vlerësojnë për këtë kontributi tyre është jashtëzakonisht i madh për këto vite. Shumë pak vite dhe dalësh në play-off për kampionat botëror. Doja t'i shtoja profesorit vetëm kaq gjë. Shpresoj që në qershor do jenë ndeshjet e kombëtarëve, ndeshjet miqësore, që bën 2 ndeshje miqësore, deri tani Shqipëria nuk i ka konfirmuar, i ka të planifikuar, por si ka konfirmuar 100%. Shpresoj që të jetë trajner i ri, që në këto 2 ndeshje miqësore, sidoqë që të jetë rezultati, humbje, fitore, barazim, s'ka rëndësi fare, të provoj lojtarë të ri dhe talente të ri. Në mos lojtarë që janë thirrur, grumbulluar në
këto kohë në kombëtare dhe ato që janë nga U21, nga kombëtarja e shpresave, pasi ka talente shumë të mdhej të kombëtarja e shpresave. Unë do jepja një mundësi fetaj me patjetër, do jepja një mundësi Kurtit të është një qendërmbrojtës shumë cilësor, sepse po e shikojmë që Ajeti dhe Gjimshiti janë lider, janë një mur i pakalueshëm të kombëtarja, por kanë vitet mbi supe. Ismaili është më i ri, është rreth 28 vjeç dhe normalisht është ai mund ta marrë leadershipin e mbrojtjes, mund të marrë dëshirin e kapitenit sepse është edhe më i pjekur në kombëtarin momentalisht duke parashikuar që duke menduar që lojtarët si Gjimshiti, Hysaj, Ajeti nuk do jenë mbas disa vitesh, maksimumi dhe 2 vite dhe 3 vite mund të japin, në rastin më të mirë 4, por do i duhen afrime të reja. Dhe mendoj që trajneri i ri që duhet të vi në provën e parë në qershor që ka ndeshje miqësore, duhet me patjetër të bëj ftesa të reja për kombëtaren, për futbollistët e kombëtares, dhe të jap mundësi secilit lojtar të shpreh veten dhe të tregoj veten në 2 ndeshje. Sigurisht National League të jep të luksin që të provosh lojtarë të ri dhe skema të reja më shumë se sa të japin kualifikuesit europianit apo të botrori qofshin ato.